Mirë se vini në Faktorcast. Unë jam Lavdrim Lita, drejtoj këtë podcast në Tiranë. Sot kam të ftuar një njeri shumë special për ne, quhet Ysen Gjura. Ysen, faleminderit që keni pranuar ftesën tonë. Shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësi e veçantë. Ju vini nga një familje fisnike nga Ulqini, keni ardhur para shumë vitesh apo një shekulli në Tiranë dhe gjyshi juaj ka qenë involvuar në studime në Graz, në Itali, në Modena dhe ka bërë pjesë në administratën e mbretit Zog. Çfarë mund të na thoni për ardhmën tuaj dhe familjen tuaj në Tiranë? Më vjen mirë që pasin informacionin në lidhje me familjen time. Dhe po gjitha këto janë të vërteta. Dyshim është një njeri që ka marrë fakultetin në Graz, pas Grazës Akademinë Ushtarake të Modernit të Italisë dhe pastaj ka ardhur në Shqipëri dhe ka kontribuar në disa drejtime, sigurisht që ka kontribuar në shtetin shqiptar, ka qenë zyrtar i lartë në qeverinë e asaj kohe. Sipas dokumentave arkivore, Arkivës Shtetit, ka kontribuar edhe për çështjen kombëtare, ka ndihmuar edhe në luftën nacionale shtetërore për shtërimin e vendit, kështu që në përhapjen e gjuhës shqipe ka qenë pjesëtar i Kongresit të Lushnjës, një nga të ftuarit e tjera gjëra. Për çështjen e Kosovës ka një kontribut veçantë, pasi disa gjëra, me thënë drejtën, e kemi marrë vesh edhe vonë, sepse siç e dim gjithë që historia e këtij vendi është bërë nga ca njerëz për arsye politike, ideologjike, por sot po dalin shumë dokumenta autentike të pakundërshtueshme sigurisht nga institucionet e shtetit shqiptar, nga arkiva shtetit dhe arkiva të institucioneve të vendeve tjera. Si ka qenë fëmijëria juaj, Ysen? Çfarë mani mend nga ditët e para, nga ju keni dy vëllezër apo jo? Po. Dhe prindrit, babai juaj është një personalitet shumë i njohur në Tiranë, Ismail Gjura, i cili ka një histori tjetër, por një herë tjetër do flasim për të. Po, është shumë e vërtet. Qenia është shumë e vërtet. Kjo është një gjë shumë e vërtet. Babai im është një, siç tonë gjithë, duke sigurisht edhe vetë kryeministi kohët e fundit e ka thënë që kryeministi aktual ka thënë që është një zotni burr. Babai im njihet si një zotni burr. Nuk është e lehtë që të jesh një djalë një burri të tillë dhe të harush emrin dhe të vazhdosh në rrugën e tij. Pra, unë jam munduar në jetën time që të kem një rrjedhshmëri të qasjes tonë në shoqëri, nga gjyshi, baba, unë, sigurisht edhe vëllezërit e mi. Kurse për sa i përket fëmijërisë, unë kam pas një fëmijëri si gjithë tjerët, të vështirë për atë kohë, por unë specifikisht jam, se të thush, sulmuar nga regjimi i kohës, si nipi majorit Zogut e ku diu se çfarë këto çështje ideologjike të kohës. Megjithatë, tregoj pak nga historia ime. Unë mbasi mbarova 8 vjeçare, nuk më pranuan në gjimnazin Çajupi në atë kohë. Edhe sot të mban të njëjtin emër. Pastaj kam punuar në një ndërmarrje shtetërore. Ju keni profesion të parë, keni mekanik, dhe nga ato që unë kam marrë vesh nga të afërmit tuaj, ju e keni nisur punën herët, që është fëmijë, që sot do ishte një gjë tjetër, do quhej shfrytëzimi i të miturve, por ju keni punuar 14 vjeç që keni nisur, apo jo? Po, shumë e vërtet. I pas kemi mësuar gjitha, pothuajse. Po, unë kam filluar punë në moshën 14 vjeç, në një nga ndërmarrjet shtetërore të kohës, si mekanik. Kam punuar
pastaj në të njëjtën kohë kam vazhduar dhe shkollën e mesme natën, punoja dhe vazhdoja shkollën e mesme natën. Jo, do të thotë pyesja sot, dini ta hapni një motor, ta shikoni dhe ta gjeni defektin, kjo është shumë nuk harrohet. Profesioni nuk harrohet. Unë bilen atë kohë kur fillova atë profesion, mendova këtu është jeta ime, këtu do orientohet jeta ime dhe me këtë lloj zanati unë do krijoj do maj familjen time, do krijoj familjen edhe do kontribuoj në familjen time. Po jeta që ka shumë e bukur. Pas ardhjes demokracisë kam një karrierë tjetër, komplet tjetër. E di që ke një karrierë tjetër, por ne të flasim për një lëvizje që ju bëni për gati 10 vite në disa vende të botës, në Maltë, në Amerikë, në Gjermani. Çfarë pat ndryshe nga Shqipëria? Si ishte kontakti i parë me jashtë, nga një njeri i cili ishte formuar në vitet 80 në Tiranë, vitet 80-90 dhe e gjen veten emigrant në shumë vende. Po, shumë interesant është. Sigurisht që koha që unë kam shpenzu jashtë Shqipërisë ka qenë shumë e vlefshme për mua. Si në këndvështrimin për t'i parë gjërat, sepse ne ishim praktikisht Shqipëri ishim të izoluar, nuk ishim informacion, s'kishim shumë libra akses për të kuptuar se si funksionon demokracia në botë, biznesi e gjithë gjërat bashkë. Unë në 97-ën kam shku në Maltë, ideja ishte për të shmang nga trazirat e asaj kohe, pra nuk ndenja në Shqipëri, atje fillova një kurs anglishte dhe tentova që të filloja universitetin, fakultetin për menaxhim biznesi, edhe u regjistrova në atë fakultet. Pastaj për arsye personale mu desh që të largohem edhe u vendosa në Gjermani. Atje kam jetuar një periudhë kohë, pastaj kam shku për një vit e pak në Amerikë. Sigurisht edhe ajo eksperiencë në Amerikë më shërbeu shumë, më shërbeu për të kuptuar vizionin amerikan, mënyra se si funksionon shteti, si funksionon jeta, biznesi dhe shumë gjëra tjera. Dhe pastaj u riktheva prapë në Gjermani për një periudhë shumë gjatë kohe. Atje kam punuar, kam pas një kompani timen. Me çfarë merresh? Me çështje me imobiliare, me biznes, real estate, real estate më tepër. Se këtu kam qenë dhe unë i fokusuar më shumë tek ky lloj biznesi. Sigurisht Amerika të ndihmon në këtë shitjen dhe në marrëdhëniet me njerëzit, sepse ata janë më të çlirët dhe pa pengesa mendore dhe mendoj që ka qenë një eksperiencë absolutisht, po bile të them drejtën, në rast se do kisha vendosur të jetoja në Amerikë, ndoshta jeta ime do ishte komplet ndryshe, do kishte marrë tjetër orientim, sepse Amerika është vendi mundësive. Kushdo që në Amerikë do të punoj, do të jetoj dhe zbaton ligjet e rregullat e atij vendi, absolutisht i ka gjitha rrugët e hapura. Shumë shqiptarja kanë dalë në Amerikë sepse është sistemi që i lejon të përparojnë dhe të lulëzojnë. Atje besoj ka një goxha komunitet të madh shqiptarësh në shumë shtete ndryshme, besoj ke pasur kontakte me ta. Po, kam pas kontakte, në fakt kontaktet e mia kanë qenë me një shqiptar amerikan që kanë qenë të ratisur që nga regjimi, nga zona e Korçës, një George Shamada, një zotni burr, ku gjithë shqiptarët që vinë në Amerikë, dera e parë që trokisin ishte dera e tij. Unë nuk e di a jeton më, se ka qenë burr i vjetër, ka qenë mosh në atë kohë. Sigurisht edhe kam pas kontakte me zotin Shamada dhe gjithmonë më thonte
që jeto këtu se ti mund të hecësh në këtë vend. Mi po atë dhe dashuria, ndjesia, e tjera. Mungesa e prindërve, mendoj që i ka qenë një përmarrje se unë di që ju jeni shumë i lidhur me familjen, me babain, me vëllezërit dhe me gjithë të afërmit të tuaj dhe ju nuk jetoni as shumë larg nga njëri tjetri dhe në zonën e porcelanit në Tiranë. Edhe kjo është e vërtet, shumë e vërtet. Në fakt, babai im është mësuesi. Unë babën e kam bab, e kam shok, e kam mësues. Është njeriu që unë në jetën time asnjëherë s'e kam bërë fjalën dysh. Pra, si sistemin e fjala antike për mua ka qenë ligj, sepse edhe kur unë nuk e kam kuptuar çfarë do të thot me atë, me një këshill apo ku diun se çfarë, prap e kam zbatuar siç më ka thonë. Dhe kjo, dhe ndërkohë e kam kuptuar që unë kam arrit kuptoj që ai ka pas drejt. Po kjo më ka ndihmuar shumë që marrëdhëniet tona të jenë kështu siç janë, edhe unë e kam, është krenari për mua, është kënaqësi, është gjithçka që unë ja kam dalë, sepse edhe ai ka heq diçka nga vetja, pra edhe ai ka heq diçka nga vetja dhe edhe unë gjithashtu, por ja kemi dalë, edhe jam shumë happy për këtë. Se ai është një njeri që jo vetëm mua si djalin e vet, apo po cilin do që ai njeh dhe është afër ti, ai mundohet të japi maksimumin. Pra, të jemi sinqert, çdo njeri lavdëron babën e vet, por baba im është njeri me një zemër. Kam dëgjuar për të dhe nuk do të jeni ju vetëm ju krenar, por edhe komuniteti i Tiranës. Në ndjenin time ai ka kontribuar edhe në ndihmën e rikthimit të shtetit pas 97-s, duke ndihmuar institucionet të ringrihen në këmbë, qoftë me anë materiale, qoftë me financa, dhe besoj që ju e keni kuptuar më vonë këtë kontribut që ai ka pasur në institucionet e paktën të atij komuniteti që është komuniteti i freskut, porcelanit, zonës së Xhakut në Tiranë. Po, edhe kjo është shumë e vërtet. Çudi që i pas keni mësuar të gjitha, pra po ritheksoj. Babai im është një njeri që e do shtetin, e do respektimin e ligjit. Pra, babai im në 97-ën shumë e vërtet që ka kontribuar shumë për ringritjen e shtetit, sepse ka kontribuar në të gjitha format, sepse e do shtetin. Ka kontribuar duke mbështet policinë e shtetit, duke mbështet institucione të tjera, si me logjistike, si me çfarë ai ka mundur, edhe me sensibilizime, me sa mbaj mend, i mat ka qenë dhe në krye të një komisioni vullnetar që u ndërtu në bashkëpunim me policinë e shtetit për mbledhjen e armëve që ishin në duart e njerëzve. Pra, ka një kontribut shumë të madh. Bile, me sa di unë, edhe më vonë, rreth mas viteve 2000, për shkak se shteti ishte i varfër, ka bërë dhe sponsorizime tjera në policinë e shtetit, për komisionat e kadër, pajisjen me kompjutra, gjëra tjera. Kështu që, po. Ju iket në kohë të trazuar të 97-s, edhe rikthehemi, po themi, në kohë të paqe, kur ndryshon dhe pushteti në vend, pra në 2005 në mos gaboj, dhe ju direkt filloni dhe angazhoni në jetën publike dhe politike, në fillim në lagje, në zonë dhe më pastaj në gjithë Tiranën. Sa i vështirë ishte rikthimi dhe inserimi në ato shtresat e shoqërisë që kishin lëvizur dhe ishin të traumatizuara? Po, është vërtet. Për 10 vjeçari. Është shumë vërtet nga 97-a, kur unë edhe
Pra ne të tre vëllezërit nuk ndenjëm në Shqipëri, pra njëri vllai ishte në Gjermani dhe unë edhe vllai i vogël shkuam në Maltë, nga Malta pastaj në Gjermani, pjesën edhe pastaj në Amerikë, pjesën më të madhe të kohës kemi qenë jashtë, mirë po nga të tre vëllezërit unë kam qenë ai që kam qenë më aktivi në Shqipëri, via sidomos në fushata elektorale, gjithmonë via një muaj para fushatave dhe jepja atë kontributin tim sa mund si kisha, kështu që kjo më ndihmoi kur unë u ktheva në mas 2005-s. Pra 2005-ën përsi Partia Demokratike erdhi në pushtet, kisha një shpresë shumë të madhe që ky vend do heste para dhe vendosa në 2006 që të kthehesha në Shqipëri. Të isha afër prindërve, sigurisht, por edhe tipja atë kontributin tim sipas mundësive të mia në ndërtimin e shtetit të politikës shqiptare. Ju angazhoni direkt në politikë apo merrni si fillim duke ndërtuar jetën nga e para në Tiranë apo njëkohësisht të dyja? Jo, unë në fakt si një emigrant, sepse shkëputja ka dhe ajo ato të vetat, mirë po mua personalisht më ndihmoi shumë ajo periudha e kohës që unë vija, sado periudha të shkurtra, por vija dhe kisha po mbajta kontaktet, bile mbaj mend kur ai angazhimi i parë nisi në zonë, kur unë pata një ftesë nga shumë antar partie edhe drejtues të asaj kohe që më thonin shiko, ti do të angazhohesh më shumë, ti meriton më shumë, do të ke dhënë shumë kontribut edhe mos rri pasiv, kështu që vendosa dhe fillimisht u zgjodha kryetar seksioni i Partisë Demokratike për zonën ku unë banoja. Dhe zgjodhe PD-n se kishe më shumë njerëz rreth apo kishe një prirje drejt së djathtës, domthonë pse zgjodhe Partinë Demokratike dhe jo Partinë Socialiste? Kishe një background, familjar, të cilët kishin kontribuar në atë parti, apo thjesht rrethanat, miqësitë të bën që të vendosje? Jo, për vërtet është edhe vizioni. I njëjti vizion që sot unë jam euroatlantik, pra vizioni euroatlantik. Patjetër. Në atë kohë PD-ja, Partia Demokratike, vizioni Partisë Demokratike ishte për antarësimin e Shqipërisë NATO, për liberalizimin e vizave, ishte për një Shqipëri të drejtuar nga perëndimi. Kështu që kjo ishte arsyeja. Sigurisht edhe partitë e tjera, mirë po për shkak të historisë, unë kam qenë skeptik. Sa është të bësh karrierë brenda një partie politike të madhe ku sigurisht nuk ka mekanizma të qartë ashensori, po them që ti përmes disa kontributeve të jepen disa detyra, por shpeshherë duhet përballesh edhe me situata ku nuk je i informuar se si duhet të sillesh. Pra të bësh karrierë në politik është diçka që ja vlen apo diçka që të merr shumë kohë dhe shumë mundime? Për hir të vërtetës, angazhimin politik të merr shumë kohë, të merr shumë energji. Je gjatë gjithë kohës me të panjohura. Mirë po, një person si puna ime që kam një karrierë gjatë, pra përveç se pas 2006-s unë kam këto angazhime, pra kryetar seksioni, kryetar grup seksioni, kryetar i partisë për njësinë bashkiake nëmër 4, antar i kryesisë Tiranës, pra gjitha këto janë procese që kanë kaluar me votë, pra me votë drejt për drejt. Dhe të garantoj sinqerisht, cilin do të pyesni, të gjitha proceset që unë kam kaluar janë me votë, të drejt për drejt. Nuk kam prit ose nuk kam dash të përdor lidhja apo të kaloj nga një
po themi shkallë në shkallën tjetër. Jo, jam munduar që t'i ndjek të gjitha etapat në mënyrë të ndershme dhe me votë, në mënyrë demokratike do të themi. Sigurisht kam qenë edhe antar i Këshillit Kombëtar prej gati 20 vjetësh. Juve ju jepet një mundësi të bëni një betejë shumë të fortë në 2011-ën, sidomos në zonën tuaj të preferuar të freskut, porcelanit o gjakut, në zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës në 2011-ën, ku ju evidentoni më së shumti për shkak se thyni një bastion të së majtës deri në atë kohë. Pra, kjo ishte një sfidë e jotja personale apo ishte pjesë e një objektivi më të madh për të ndryshuar apo për të bërë rotacionin në Bashkinë e Tiranës? Jo, këtë pyetje më pëlqen. Kandidimi im nisi në Bashkiakën nr. 4 për kryetar njësie Bashkiake, në fakt në atë kohë ka qenë një vendim i imi për shkak të shumë arsyeve. E para arsyeja ishte që shumë nga banorët, jo vetëm nga strukturat e partisë, po dhe banorët ma kërkuan këtë gjë. Dhe nga ana tjetër, duke parë situatën në zonë, njësinë Bashkiake nr. 4, si nga aspekti shërbimeve dhe nga shërbimeve në institucion, pra të themi aty ku merren shërbimet, por edhe në teren. Kështu që vendosa, si çun lagje, si çun Tirone, vendosa që të kandidoj, dhe në atë kohë më men shumë njerëz ishin skeptik, disa nuk ma thonin, disa thonin shiko se ky është bastioni i majtës, kishte gjetë një alternativë, ku diun se çfarë, thash jo. Unë kam besim ke qytetarët e kësaj zone, me vërtet kjo është një zonë e varfër me probleme ekonomike të thella, por ka njerëz fisnik. Dhe kjo më bëri që unë të vendos për të kandiduar në zonë, kandidova, është hera e parë në historinë e demokracisë shqiptare që ai konfiguracion, pra, nuk është fitur kurrë nga e djatha, po kur ti je përkushtohesh, i shikon njerëzit në sy, je i sinqert, je i ndershëm, pra njerëzit kuptojnë që ti je i drejtë, ti nuk po i gënjen, unë them që njerëzit besojnë. Në momentin që një politikan shkon aty dhe mundohet të dëgjej artifica, format ndryshme, njerëzit janë inteligjent. Dhe unë besoj shumë edhe këtë rrallë, edhe këto zgjedhje, që njerëzit nuk do gënjehen nga llafet e bukura apo nga PR-i që mund bëjnë politikan ndryshëm, ose kandidat për deputet që kujtohen vetëm një herë në 4 vjet apo një herë në 2 vjet, që të vinë një muaj në zonë edhe bëjnë një qok sa për të thënë që shiko se era e ndryshimit filloi. Gjithë të vlera që ju përmendet, në fakt mendoj që e kanë burimin tek besimi. Ju jeni një njeri shumë besimtar, edhe këto e tregoni në përditshmërinë tuaj, nuk jeni një person që e fshini apo si them e tregoni, sepse kjo është një gjë që ju i lidh me Zotin, dhe unë kam vënë re këtë, dhe besimin erdhi nga ushqimi i prindërve apo vetë pate një afrim? Po, kjo është shumë e vërtetë, edhe kjo është e vërtetë, unë jam besimtar, mundohem që të jem një besimtar i mirë. Çfarë do të them me këtë? Që të jesh një besimtar, në radhë parë duhet të jesh njeri. Nëse nuk je njeri, nuk mund të jesh një besimtar. Pastaj çështja e besimit është çështje shumë personale me marrëdhënia jote me Zotin, kështu që si themi ne, edhe llogaria është personale me Zotin. Zoti shikon veprat tona, si ne veprojmë, si ne sillemi.
si sillemi me komshiun, rreth parë fillon si sillemi me nonën, me babën, me vëllezërit, me fëmijët, me gruan, me komshiun, me kushërit, me të gjithë. Nëse ne nuk dim të sillemi me njerëzit, atëherë edhe besimi mund të jesh një praktikant, po jo besimtar. Kështu që edhe kjo si çështje. Lidhja juaj me atë që quhet xhamia Xhura, keni një lidhje specifike apo thjesht është në zonën apo në lagjen tuaj? Ka ndonjë histori mbrapa, se jam shumë kurioz ta di. Po, ka histori mbrapa. Ajo xhami është ndërtuar, mos gaboj, nga vitet 95, ku babai tregon shumë prona nga Ijati, dhe njëra nga këto prona, nga gjyshi praktikisht, dhe babai tregon shumë prona nga gjyshi, dhe njëra nga këto prona për hir të, si themi ne, shpirtit të prindërve, të babait dhe të nënës vet, dhuroi një pjesë, një cop tokë për të ndërtuar një xhami. Që është një goxha xhami, është një kompleks në të vërtetë. Po. Dhe herpasere kaloj aty dhe shikoj që ditën e premte ose ditën e xhuma mblidhet i gjithë komuniteti ose xhamati, siç e quajnë besimtarët musliman, dhe kjo është një tjetër kontribut që familja juaj ka dhënë për lagjen, sepse disa gjëra duhen thënë, pavarësisht se ju jeni një person shumë modest në kuptimin edhe të bujarisë, keni dhënë më shumë se ç'keni marrë në dijenin time, por kjo ju arrit dhe shumë vlerat dhe meritat, sidomos në komunitetin tuaj dhe më pas në gjithë komunitetin e Tiranës. Dhe për mua ka shumë rëndësi që politika të jetë me njerëz që besojnë, sepse Shqipëria ka pasur dhe ka kryeministra që nuk besojnë në Zot, se ju duhet ta keni konstatuar nga veprat e tyre, siç thatë vet, duhet të shikosh veprat dhe jo fjalët, sepse me fjalë shpeshherë janë të lyen, por veprat e tyre shikohen qartë që janë kundër familjes, janë kundër pronës, dhe të cilët ju e përmendë, dhe këtu dua të ndalem pak tek rëndësia dhe roli i pronës, ju vetë si familje, por si shumë familje të tjera në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, kanë bërë një betejë të jashtëzakonshme për rimarrjen e pronës së tyre. Dhe edhe në formacionin politik ku ju kontriboni sot tek koalicioni Euroatlantik, çështja e pronës është një shtyllë kryesore, dhe mendoj që ju e besoni në të vërtetë, domethënë mund të jetë një nga arsyet pse ju jeni në këtë formacion dhe jo në një formacion tjetër. Në fakt çështja e pronës, atëherë tani një nga arsyet që unë pranova të kandidoj me koalicionin Euroatlantik është pasi në atë kohë programi i koalicionit Euroatlantik u certifikuar edhe nga kolegët gjerman, dhe unë pash që ky program është një program real, i mundshëm për të realizuar. Dhe në së fundmi pash listën e kandidatëve për bërjen në listën e kandidatëve për deputet koalicionit Euroatlantik, dhe thash, unë do kandidoj sepse ky është një program i mundshëm që mund të realizohet, dhe spari dhe styti ky ekip mund të realizojë. Zoti Basha më ka premtuar që ne këtij programi do i rrim strikt, duke përfshi edhe kolegët e tjerë, kështu që ky ishte një vendim i marrë me zemrën plot, si thon fjalët, sepse çështja e pronës ka lidhje me zemrën. Në kuptimin që kanë disa çështje. Çështja e pronës është një nga çështjet kryesore, dhe Shqipëria nuk mund të antarësohet në BE në rast se prona nuk shkon tek pronari. Jo tek ish pronari, se nuk ka ish pronar. Pronar. Dhe nga aspekti ligjor, po ta studiosh, to thon ish pronar, po ne e pronar praktikisht, sepse që por si të zallamahia, po themi në gjuhën popullore, çështjes pronave ka nisë me
qysh me qeverisën, në fakt për vërtet qeverisën e Partisë Demokratike, sepse u kryu 7501 doli 7501, po përveç 7501 ka edhe çështje tjetër që nuk diskutohet. U ngritën komisionet e kthimit dhe kompensimit pronave. Pronën nuk ta jep komisioni. Pronën ta jep dokumentacioni. Pra kush është dokumentacioni? Një nga kriteret për kthimin e pronës ka qenë edhe vërtetimi i pronësisë. Pra kur unë kam një vërtetim pronësie. Dokumenti që ti ke qenë zotëruesi i asaj pronës. Po, dhe në moment që unë kam një vërtetim pronësie. Atëherë pse duhet të kaloj nëpër këto kalvaret e komisionit, regjistrimin ke hipoteka, edhe për ironi të fatit, vërtetimin e pronësisë e merrin në hipotekë, e çohet tek komisioni. Komisioni vërtetonte që ky vërtetim ka dalë nga hipoteka dhe ti pastaj nxirte një dokument tjetër, një akt dhe atë akt do ta çojë në hipotekë ta regjistroja. Dhe ligji, pra gabimet janë që në fillim, sepse ligji i pronave filloi nga tip të 10% plus 10, pra qysh aty filloi. Dhe ju dha mundësia, po themi të tjerëve që të shkojnë edhe të nisën dhe të grabisin pronat e pronarëve, ose për shembull me çështjen e dyqaneve. Dyqanet që ishin pronë e shtetit, po themi në pronë kolektive, pronë kolektive, ju dha mundësia të privatizonin shitësit. Që ishin thjesht punonjës. Po që ishin thjesht punonjës. Dhe nuk ju dha mundësia që t'i marrin pronarët. Edhe kjo ka qenë pra ka filluar qysh në fillim gabim dhe ne mendojmë që dhe dëshirojmë edhe unë shpresoj shumë që ne do t'ja dalim kësaj gjëje, sepse radhë parë duhet ta bëjmë për pronarët. E dyta, ne nuk integrohemi dot në Europë, në rast se ne nuk përmbushim disa pika, që një nga pikat kryesore është edhe kjo, që të kthehet prona, pa do të gjetë një mënyrë dhe alternative mirë, po si? Atëherë me kompensim në rast se është e lirë automatikisht i kthehet pronarit. Në rast se nuk është e lirë të kompensohet me vlerën e tregut sot. Pra ky ligj që sot ne kemi, që kompenson pronarin me çmimin e para 70 vjetëve, jo. Jo 70 vjetë, më fal, me çmimin e 90, vitit 90, pra jo. Të kompensohet me çmimin aktual, sepse vlera e pronës në Shqipëri është rritur dhe nuk mundet t'ja marrin pronën 3 herë pronarit, se kështu i bën t'ja marrësh 3 herë, pra fund fare ti thosh na 2 lek, edhe prona jote nuk vlen. Ose vlen aq sa ta cakton ai çmimin. Po të shikosh që pronarët sot kanë pasuri pafund, pa kanë me vlera të konsiderueshme dhe jetojnë në skamje. Jetojnë në skamje. Ka shumë. Kjo nuk është e drejtë, kështu që unë personalisht edhe ne si subjekt politik e kemi një nga prioritetet tona. Sikurse kemi prioritetet tona janë edhe për çështjen e pensioneve, për çështjen e trajtimit pensionistëve. Besoj dhe ju duhet ta dini, e keni lexuar që ne pensionistët praktikisht do kenë një pension shumë më të mirë se që kanë. Unë nuk mund të them që ai është i mjaftueshëm, mirë po edhe pjesa tjetër e kësaj reforme do jetë edhe subvencionimi i ilaçeve 100%, sepse mesatarisht ekspertët e partisë ose të subjektit kanë vlerësuar që mesatarisht një pensionist merr 170.000 lekë të vjetra, pra 170 euro ilaçe në muaj. Në muaj. Pra është të mërshme. Po. Por ka dhe pensionistë të tjerë që janë me smundje më të rënda që mund të shkojë vlera e ilaçeve 1 milion lekë ose 1.000 euro. Kështu që ne një nga projekt ligjit apo që ne mendojmë sapo të jemi në parlament dhe në qeverisje do jetë për subvencionimin e ilaçeve të pensionistëve, pra të dritave e tjera. Pra që në farë mënyre jeta aty në tjetë sa më e lehtë, sepse kanë një kontribut të jashtëzakonshëm në ndërtimin e vendit dhe në shoqëri. Sepse aktualisht do ta theksoj edhe këtë gjë, ndoshta u zgjata,
Se kjo është një çështje që sinqerisht unë e kam shumë për merak, çështjen e pensionistëve. Realisht e kam me shumë merak çështjen e pensionistëve, sepse unë nga që kam qenë në migracion, si thosh, di dhe si funksionon. Patjetër, di dhe si funksionon. Pra shumë shokë të mi që kanë qenë me mua në Gjermani, muaj për muaj subvenciononin prindrit e tyre në Shqipëri për të kaluar jetën, pa i çonin 300 marka, 500 euro, ku diun se çfarë, për ti. Vazhdojnë akoma. Sigurisht që vazhdojnë. Dhe mi po, ç'po ndodh? Edhe ata sot dikur kanë qenë të ri, sot janë të martuar, janë rrit fëmijët, kanë shpenzimet e veta, sigurisht ekonomia edhe andej është në vështirësu, por edhe kostot familjarë rritë. Dhe ato s'kanë më mundësi të majnë këto prindët e tyre. Po sforcohen shumë. Kështu që nuk është detyra atyre në fakt, është detyra shtetit. Mi po kjo është lënë si në harres deri tani, nuk është përmend nga kërkush për shkak se le themi ishte gjetë një mënyrë për të zgjidhur kjo si gjë. Mi po unë them që ne duhet t'i heqim petët lakrorit, t'i themi të vërtetat dhe duhet bëjmë atë që na takon të bëjmë. Përse ju kandidoni për Koalicionin Atlantik për deputet në zgjedhjen 11 majit dhe jemi pothuajse në gjysmën e fushatës, doja të pyesja si ju kanë pritur njerëzit, çfarë ju thon, çfarë ju thua ti, se duke të njohur Rajsa, të njohun nga këto pak ditë, ti urren gënjeshtrën dhe kurse pranon vet, preferon mos ia thuash një gjë që ti nuk e mendon. Dhe sidomos edhe kur e merret nga të tjerët, në kuptimin që kontakti me këto votuesit, me elektoratin, me hallet e tyre, çfarë të bën të kuptosh të ndjesh këto ditë? Unë këtë fushat po bëja afërsisht të njëjtën fushat si në 2011 kur kandidova për kryetarin e njësie bashkiake për zyrtetës, dhe kur unë kandidova për kryetar, se do ta filloj nga ajo kohë, se ajo kohë është prezantimi im me qytetarët e asaj zone, dhe kanë qenë 4 vite ku unë kam shërbyer në atë detyrë, dhe njerëz dhe qytetarët e asaj zone më njohin goxha mirë. Kur unë kam qenë kryetar i njësisë bashkiake, gjëja e parë rregullova shërbimet. Dhe ndërkohë bëm projektet, bëm disa investime shumë të mira, këndë lodrash, fusha sportive, në përsheshe pallatesh, ndërtime bloqesh, në infrastrukturë, rrugë, ndriçim, pemë, etj, rekonstruksion kopshte, çerte, shkolla, gjimnazi, e Qerem Çabej, e kam gjetë në një gjendje që nuk mund ta besoja në kryeqytetin e një vendi në Europë të ishin shkollë. Megjithatë, ja dolëm ne si ekip, dhe për të ardhur keq në 10 vite afërsisht pasi unë kisha lënë detyrën, shikoja që shumë nga këto investimet tonat u harruan, u lanë ashtu siç nuk u rekonstruktuan, pra fëmijët nuk kishin me ato shërbimet, nuk kishin me ato këndet e lojrash ose këndet sportive, dhe zona është rritur me mira banor, pra është bërë një zonë shumë e madhe urbane. Po, shumë vërtet. Dhe për ironi të fatit, kur në momentin që doli emri im si kandidat për deputet në qarkun e Tiranës, sigurisht në njësinë 3 dhe 4, pash që bashkia u sul në gjitha këto ambiente duke i rekonstruktuar për të kthyer në një gjendje funksionale, sepse ishin braktisë komplet. Për isë vërtetës më erdhi mirë se të paktën u rregulluan, sepse ato janë në funksion qytetarëve, edhe unë gjatë fushatës nuk është se këtë detaj e kam përmendur, sepse nuk e shikoj si një detaj që duhet përmendur, por më dha një kënaqësi të veçantë në momentin që u paraqit prapë emri im pa televizje, kështu që thash, okay,
Kjo është gjë e mirë dhe njerëzit e kuptojnë vetë. Nuk ka nevojë t'ja u them unë që 10 vjet ju braktisën dhe tani që unë erdha prapë si kandidat. Unë nuk jam shpëtimtari, por unë besoj se njerëzit e dinë që unë e du punën, e du lagjen time, e du qytetin tim, se ne çunat e Tiranës e kemi shumë merak këtë punë që gjërat në qytetin tonë t'jenë kuptimin e asajt çdo kush në fushën e vet t'jenë mirë, dhe kështu vazhdoi e njëjti diskurs me qytetarët, duke një gjuhallet, duke u munduar që ti kuptoj mirë hallet e tyre dhe nesër unë të kem mundësi t'i adresoj. Unë qytetarëve nuk i premtoj, zakonisht nuk premtoj gjëra që nuk e di, por një gjë e premtoj dhe për këtë jam, domethënë mbaj fjalën, që unë jam një njeri që marr përgjegjësi. Pra punën time do ta bëj mirë. Sikurse duke thënë edhe që edhe për ato punë që kam bërë në atë kohë, kam qenë kryetar i bashkie. Nuk është se kam bërë unë ndonjë punë që veç. Jo, kam bërë detyrën. Nuk dua që qytetarët ta lexojnë këtë si nder, nuk kam bërë ndonjë gjë, kam bërë vetëm detyrën. Si keni pritur këtë reagimin e kryeministit Rama kur ju përmendi emrin në fillim të fushatës, e pesi sfidë, apo e pesi presion, apo e pesi një njohje të personalitetit në Tiranë, sepse nuk ka kaluar pa vëmendje ai momenti i parë. E para herë ajo është diçka që është e qartë, tregon një lloj merakull dhe frike, sepse edhe ato që thash para afërsisht këtë nën kuptimi ky është që pra ka ardhur në zonë një kandidat që më prish punë, kështu që ata gjithmonë pala kundërshtare, ose pala kundërshtare e di rrezikun, kështu që ju jeni një tip buldozeri politik në zonë Nysen, por më duhet të them dhe një gjë, ndoshta si pyetja e fundit, që ju përveç agresivitetit që pati bashkia për të rikonstruktuar ato merrmetimet që bëri nëpër zona, duke mbushur ato kanalet, ato asfaltin elektoral që hedhin ata her pas here, apo pastrimin e koshave të plerave, ju keni qenë dhe si familje në një agresion nga pushteti të herpashershëm, nuk ju kanë lënë rehat, ju kanë zënë shpeshherë rrugën dhe unë e përshëndes këtë guximin tuaj që për të bërë ballë këtyre sfidave dhe këtyre presioneve të ndryshme, dhe mendoj që kandidimi juaj në një farë mënyre ju ka arritur atë agresivitetin, dhe mendoj që ju duhet përgatiteni që në të ardhmen do keni edhe më shumë, duke qenë ndoshta deputet pas 11 majit, sfida edhe më të mëdha. Zoti Lida, është shumë vërtet që ne kemi një periudhë shumë të gjatë që her pas here marrim goditje nga kundërshtarët politik. Mirë po, mua personalisht kjo gjë nuk më trem, kjo më bë më të fortë. Sepse më udhëheq një parim, kush është me drejtën, edhe Zoti jep forcë dhe adali. Ne na enzëm pronat, ne me dhunë në nshem objekte, ne kemi pas edhe sulme tjera duke përfshi intriga shumë të komplikuara. Mirë po, unë kam i gjë që i jap kohë gjërave, dhe duke i dhënë koha vërteton gjithçka. Koha e nxjerr vërtetën në sipërfaqe. Dhe unë jam shumë shpresë plot
që edhe çështjeve që pa i cekur tani në këtë moment, sepse nuk mendoj se është momenti, edhe këtyre çështjeve do të dali shumë, besoj shumë shpejt e vërtet do të dali në sipërfaqe. Ndërsa përsa i përket kandidimit, unë nuk i tërhiqem betejës time për dhënë kontributin për vendin. Nuk i tërhiqem asaj dëshirës edhe vullnetit që të bëj më të mirën. Pra të jap një shembull ndryshe nga të tjerët. Pra të jap një shembull. Ne kemi pas deputet në Parlamentin e Shqipërisë që për interesa personale kanë anashkaluar çështje shumë të rëndësishme. Pra, le të themi ka një ministër apo një ministri është ka pas një problem, po themi lidhje me korrupsionin e tjerë, dhe kanë shku, kanë bërë pazare me ministrin, kanë zgjidh hallet e veta dhe nuk e kanë bërë çështjen, nuk e kanë adresuar aty ku duhet. Pa, unë duhet të jem një deputet, sepse kur dëgjoj që humbjet sipas kontrollit të lartë shtetit, në buxhetin e shtetit janë 1 miliard euro në vit. Kjo është zeshkuja. Kështu që unë besoj shpenzone ato 1 miliard zoti Xhuar, nëse do ishe deputet apo nesër pjesë e një qeverisje apo pjesë e një ministrie, ku do të shpenzone këto 1 miliard që do t'i gjenit përmes kontrollit shtetit, përmes institucioneve? Çfarë janë ato prioritetet që kanë qytetarët? Çfarë ju kuptoni nga ata që ju pyesin në hallet, përveç sigurisht pronës dhe pensioneve që ju i përmendet? Po, fillojnë me pensionet, sepse unë mendoj që, jo mendoj, por kjo kështu është që një njeri ka të drejtën e Zotit që të jetoj me dinjitet deri ditën e fundit në këtë botë. Pra, unë do të filloj me pensionet, me pronat, me investime në turizëm, që ky vend të ecë përpara, sepse pse e theksoj turizmin? Në fakt të kohët e fundit me turizmin është bërë marketing politik. Por unë mendoj që turizmi nuk është për marketing politik. Turizmi është një nevojë. Ju e keni parë vetë në Maltë, në Amerikë, në Gjermani, që turizmi është një gjë tjetër nga ajo që shitet në Shqipëri. Po, në turizëm punon edhe taksia, punon edhe ai që marangozi, edhe elektricisti, pra të gjitha hallkat e shoqërisë, të gjitha pa përjashtim. Korporatat energjetike, çdo hallk e kësaj shoqërie funksionon me turizmin. Sepse turisti ka nevojë për shumë shërbime. Dhe nëse Shqipëria do ketë një turizëm stabil, të mirë strukturuar, Shqipëria ka mundë, nuk mund ndodhi që të ketë më toka pa punuar në fshat. Nuk mund ndodhi më që fshatari ta lë fshatin. Fshatari sot po e lën fshatin sepse edhe në rast se ka një prodhim, para disa ditësh pash prapë në Lushnjë duke i hedhur domatet në rrugë, ka një prodhim, ai prodhim nuk shitet. Se s'ka konsum. Pra shqiptarët po hikin, turistët po vinë, por turistët nuk po vinë sepse këtu ka ndonjë gjë wow. Pra turizmi nuk është i strukturuar. Turistët po vinë sepse kanë kuriozitet. Ç'është ky vend në mes Evropës që ne për 100 vite se kemi parë. A më shumë. E drejtë. Thjesht është kurioziteti atyre. Ata duan dhe shërbime. Pas ditës parë, pas ditës dytë, që shikojnë ato bukuritë që ne kemi, apo ato bregdet apo mal, duan dhe shërbime, duan dhe njerëz, duan dhe facilitete. Po absolutisht. Unë di them sepse thash edhe nga eksperienca e ime në Europë, në botë, shqiptarët nuk kanë, Shqipëria është vend i begat në të gjitha kuptimet. E thon gjithë këtë. Problemi është që nuk ka një strukturim, nuk ka një orientim. Pra, sot nëse bisedon me njëri çfarë mund bësh, ai thot nuk e di. Pra nuk ka një orientim, nuk mundet i rinia të orientohet nga shkolla, filloj nga
shërbime, orientimi, karriere, janë dhe strategjitë e qeverisë. Shiko, strategjitë e qeverisë janë ato që orientojnë qytetarin. Qofse qeveria është pa strategji, nuk kanë çfarë orientojnë. Pa, kështu që edhe njerëzit janë pa orientuar. Kështu që unë mendoj që një strategji të mira të një qeverie të përgjegjshme. Mendoj se shqiptarët do vinë. Ka shumë shqiptarë sot që janë në Europë, praktikisht ata që janë, kanë dëshirë të kthehen, kanë ide, kanë vizion. Po dhe pak mbështetje nga shteti duhet. Në kuptimin që mos t'i shkojë ai inspektori ke dera t'i bëj presion. Se me vërtet thonë shiko telefono këtu ose njerëzit po dalësh te njerëzit janë friksuar. Unë po vija tani me taksi, po vija këtu, më tregon taksixiu që për një problematik tjetër lidhje me një shërbim në Bashkinë e Tiranës, ku edhe sa shiko, ku i kishin bërë presion edhe në forma ndryshme për të shumë. Dhe thash, ti duhet të adresosh të gjë. Mos keni frikë. Qofse ne do thym frikën, atëherë ne do fitojmë. Se ne kemi në dorë vetë fatet tona. Nuk mund t'i lëmë fatet tona në dorë të tjerëve. Fatet e njerëzve janë te kutia votimit. Dhe njerëzit duhet, sidomos në këto zgjedhje duhet të reagojnë. Sepse unë dëgjoj nga takimet që shiko se kam këtë në punë, kam besën punë, do ma heqin nga puna, mos më shohin me ty apo me kandidat tjetër sepse kemi probleme. Ja, duhet ta them frikën. Sepse aty ke kutia votimit janë fatet tona dhe të fëmijëve tanë. Në rast se ne nuk kemi guxim për të thyer frikën, atë ne jemi të predispozuar që të kthehemi në një vend me keqardhje them diktatorial. Faleminderit për këtë bisedë. Faleminderit juve.